shpellën e trenit, një nga atraksionet turistike më të vizituara dhe më me vlerë të Bashkisë Devot. Shpella e trenit është një zbulim arkeologjik ose vend banimi prehistorik nga më të vjetrit në rajonin e Ballkanit apo të Europës, i përket viteve 6000 para Krishtit dhe është quajtur vend banimi i tillë që nga rreth viteve 1952 me zbulimet e dy arkeologëve të mirënjohur, në të cilët Hasan Ceka dhe një kolegu i tij, të cilët e atashuan në veprat e arkeologjike ose vendet e banuara prehistorike të zonës. Këtu kryetar thuhet që ka shumë lakurishnate. Si është e vërteta e kësaj? Është në banimi një kolonie të madhe lakurishnate, por në këto momente ne nuk mund t'i vrejmë ata sepse është e pamundur në kushtet në cilat ne jemi. Por jo vetëm shpella e trenit, por gjithë zona e Prespës së vogël është një nga zonat me zbulimet arkeologjike nga më të mëdha në Devot. Është vend burimi arkeologjik për disa kala, në të përmendim kalan e Trajanit, kalan e Shuecit, kalan e Mokut, por pak më tutje në Spilje janë dhe shkrimet e vjetra pasi disa i ngatrojnë duke thënë se shkrimet e vjetra ndodhen në shpellën e trenit, por ato nuk ndodhen këtu, ndodhen pak më tutje në grykën e Spiljes, si e thonë, dhe është në një shpellë tjetër dhe aty janë dhe shkrimet e vjetra, ose pikturat e vjetra në murale, të cilat janë prehistorike. Sa e zhvillon kjo zonë turizmin, kryetar? Sepse ju normalisht e keni promovuar her pas here Devollin, por si ka qenë periudha tani së fundmi për sa i përket turistëve? Kjo zonë është pjesë e sajteve arkeologjike dhe të apasionuarve pas turizmit arkeologjik. Por së shpejti ne do bëjmë dhe ujitjen e Prespës, Prespa Offroads, në bashkëpunim me shoqatën Prespa Offroads të shtetit grek, të cilët do bëjnë një ujitje turistike dhe udhëtimi nga pjesa e Prespës greke, pasi ne këtu jemi në pjesën ndarëse midis kufirit grek dhe shqiptar. Dhe do vinë në Prespën shqiptare dhe aktualisht ku jemi ne dhe pastaj do vazhdojmë në Hustesë dhe destinacionin fundit jetë Korça dhe kthehemi mbrapa në. Shpresojmë që ky të jetë viti i parë por të kthehet në një itinerar të përvitshëm pasi do na bëjë më të njohur në arenën ndërkombëtare si organizator të një eventi kaq të rëndësishëm, po.